Aksident tragjik në Cërik, 2 persona humbin jetën nga përplasja kokë më kokë mes 2 automjeteve. Një aksident I rënd rrugor ka tronditur mbrëmjen e sotme banorët e fshatit Qyrkan në njësinë administrative Gostim të Bashkisë Cërik. Sipas informacioneve paraprake, 2 automjete janë përplasur fuqishëm me njëra tjetrën në një përplasje frontale, duke shkaktuar pasoja fatale. Përplasja ka qenë kaq e fortë sa të 2 automjetet janë shkatëruar plotësisht dhe njëri prej tyre pas përplasjes ka fluturuar jashtë rruge. Si pasojë e aksidenti, 2 persona kanë humbur jetën në vendngjarje, ndërsa identitetet e viktimave ende nuk janë bërë të ditura. Në vendin e ngjarjes kanë mbritur menjëherë shërbimet e emergjencës, policia dhe grupi jetimor, të cilët kanë nisur punën për zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidentit. Paraprakisht dyshohet se shkaki I përplasjes mund të ketë qenë humbja e kontrollit mbi drejtimin e automjeteve ose një manovër e gabuar gjatë lëvizjes, por pritet që hetimet e policisë të përcaktojnë dinamikën e saktë të ngjarjes. Aksidentet rrugore vijojnë të jenë një ndër problematikat më shqetësuese në vend, ndërsa autoritetet e bëjnë vazhdimisht apel drejtuesve të mjeteve të tregojnë kujdes maksimal, të respektojnë rregullat e qarkullimit dhe të shmangin shpejtësinë e lartë.